Ja si po shkon votimi midis Rozana Radit dhe Gjerta Gixharit për finalistën e parë, ndërkaq na preku të gjithëve teksa reagon edhe motra e Rozanës pas dhuratës që u bë në Prime. Lajmi i parë vjen rreth Rozana Radit, e cila ka rrëfyer së fundmi edhe linjën e jetës ku tregoi edhe vështirësitë që kishte hasur gjatë rrugtimit të saj. Njëra ndër arsyet ishte edhe premtimi që i kishte bërë bashkëshortit se do bëhen prindër e do sjellë në jetë një fëmijë. Ajo e mori lajmin që do t'i ndryshonte jetën shumë shpejt, ku thuhej se sonte Top Channel do t'i mundsoj të gjithë trajtimet në mënyrë që me shpresën më të madhe mbase vitin tjetër të vijë një mesazh ku thotë "Hey, ja dolëm". Ishte komunikimi i bukur i Ledion Liçës për banoren. Sigurisht që nga ky lajm është emocionuar më së shumti edhe motra e këngëtares, teksa ka publikuar në llogarinë e saj duke treguar dashurinë dhe krenarinë, teksa ka shkruar: "Më krenare se kur për ty, motër, duke shpërndar dhe një emoj me zemër". Kujtojmë që betejë për në finalen, nga ana tjetër, ajo është kundrejt Gjerta Gixharit për vendin e shumë pritur. E gjatë mbrëmjes së fundit, teksa dyshja u vendosën përballë njëra tjetrës, duel të cilin e kishin kërkuar prej shumë kohësh, duket se më në fund po arrin drejt fundit përballja e tyre. Sipas burimeve të brendshme, më shumë gjasna për të shkuar si finalistja e parë ka Rozana Radi. Ajo deri më tani ka grumbulluar plot 15.600 vota, teksa nga ana tjetër Gjerta Gixhari është në kuotën e 11.002 votave. Duket se diferenca është goxha e madhe, teksa Rozana jo vetëm kaq, por konsiderohet edhe si një ndër konkurrentët me potencialin më të madh për ta fituar këtë Big Brother.